Dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar gjën që ndodhi më së fundmi. Juela në hakmarrje që Brikena shkoi dhe i mori cigaret me të drejtë i mori cigaret Brikena në çantën e Juelës, pasi që Juela nuk është se pi duhan, nuk është se e konsumonte duhanin aq shumë, domethënë, vetëm e bëri për inat, e bëri për urrejtje kundërdrejt Brikenës, e mori bolin edhe e hodhi në pishin. Në fakt nuk ishte një veprim nga Juela, unë e kam ndjekur komplet situatën, domethënë boli u hudh në pishin nga presioni që Rogerti i bëri Juelës që ta bënte këtë veprimin, se tha unë po të ma kishte bërë, tha mua Brikena të njëjtën gjë, unë do e kisha marrë bolin dhe do e kisha shkyt, domethënë do e kisha prek në gjën që ajo e ka më të shenjtë, në gjën që e ka më me vlerë brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe Juela e bëri këtë gjën. Unë jam shumë i bindur që Brikena nuk do ta bën dramën e madhe, domethënë Brikena thjesht e pa se Juela e tregoi atë karakterin e saj, domethënë e tregoi njeriu e saj, dhe fillimisht ajo nuk është se e gjykoi deri në atë formën saqë domethënë të ul nivelin e saj. Brikena qëndroi jashtëzakonisht shumë fort në qëndrimet e saj kundërdrejt Juelës, por siç duket domethënë Juela këtë gjën e bëri me kastile vetëm e vetëm për ta prekur Brikenën. Dhe gjitha kjo është një lloj urrejtje, një lloj mlefi që Juela e ka kundërdrejt Brikenës gjatë gjithë ditës sot, pasi që banorët janë vënë Brikenës. Si e komentoni ju këtë rastin, në këtë ngjarjen që ja morën gjën më personale, edhe pse Brikena nuk është se ja mori Juelës cigaret për ta dëmtuar atë. Domethënë thjesht ja mori cigaret sepse duhej të ndahen cigaret ashtu. Si e komentoni ju këtë ngjarje? Dua ta kuptoj mendimin tuaj. Është e bërë me kastile apo thjesht domethënë ishte një lloj nxitje nga ana e Rogertit?